Pesë vende anëtare të Bashkimit Evropian, Gjermania, Franca, Holanda, Belgjika dhe Luksemburgu, kanë propozuar një gjasje të re për procesin e zgjerimit të Unionit, duke kërkuar vendosjen e kufizimeve të përkohshme për shtetet që do të anëtarësohen në të ardhmen. Sipas një dokumenti zyrtar të njohur si non-paper, vendet e reja anëtare mund të mos gëzojnë menjëherë të gjitha të drejtat që kanë shtetet aktuale të BE-s. Një nga propozimet kryesore është kufizimi i përkohshëm i së drejtës së votës në fusha ku vendimarrja kërkon unanimitet si zgjerim i Unionit, politika e bashkët e jashtme dhe e sigurisë dhe kuadri shumëvjeçar financiar i BE-s. Autorët e dokumentit argumentojnë se Bashkimi Evropian duhet të zhvillojë një debat të detajuar mbi këto kufizime kalimtare, duke marrë parasysh ndjeshmërinë juridike dhe politike që lidhen me procesin e zgjerimit. Ky është një hap i rëndësishëm për BE-n pasi për herë të parë pas 17 vitesh po nis puna për hartimin e tekstit të një marrëveshjeje të re anëtarësimi. Hera e fundit kur u zhvillua një proces i tillë ishte në vitin 2009 për Kroacinë, e cila u bë anëtare me të drejta të plota në vitin 2013. Dokumenti propozon gjithashtu krijimin e një kornizë standarde për marrëveshjet e ardhme të anëtarësimit, e cila mund të përshtatet sipas karakteristikave të secilit vend kandidat dhe sfidave që anëtarësimi i tij mund t'i sjellë Unionit. Një vend të veçantë në propozim me zë sundimi i ligjit, 5 shtete kërkojnë vendosjen e një mekanizmi që do të parandalonte kthimin pas në respektimin e vlerave europiane. Sipas dokumentit, shkeljet në këtë fushë mund të çojnë automatikisht në saksione financiare, procedura për shkelje të detyrimeve ose aktivizimin e mekanizmave të rinj mbrojtës. Po ashtu institucionet europiane do të kenë mundësinë të reagojnë ndaj cënimit serioz të studimit të ligjit, parimeve demokratike dhe lirisë së medias. Ndërmazat e parashikuara përfshihet edhe pezullimi i formave të caktuara dhe bashkëpunimit me një shtet të ri anëtar në rast se ai nuk respekton standardet themelore të Bashkimit Evropian. Propozimet vinë në një kohë kur BE-ja po shqyrton zgjerimin e saj drejt Ballkanit Perëndimor dhe vendeve të tjera kandidate, duke kërkuar një ekuilibër mes hapjes ndaj anëtarëve të rinj dhe ruajtjes së funksioneve efektive të Unionit.